herët, po mendoj jo shumë herët, por zyrtarizimi është me 16 korrekt në 1954, kur dahet zyrtarisht kisha e si gjithdihet pësojmë ne shqiptarët më së shumti sepse jemi në kufi. Realisht kufiri është pak më larg, po për shkak se në atë kohë Venediku ishte forcu dhe kishte influencë në Tivar, kishte influencë në Ulcinj, kishte influencë në Durrës, këto qendrat bregdetare, ato ngelen në influencën katolike, këto tjerat viset për shkak se perandoria romake, që tashti po i referohemi si bizantine, ishte gjithmonë dominuar nga themi kështu Cezarët, perandorët me origjinë ilire. Realisht kishte perandorë të ndryshëm aty, kishte edhe arab, por nuk kishte slav perandorë. Dominohin nga Ilir, qofshin ata Dardan apo të fiseve tjera. Siç dihet, pra kufiri ishte në lumin Ndrinj në Bosnjë, sepse dethi Adriatik, po ashtu, sepse kufit zakonisht bëheshin në male ose në lumenj ose në detra, liqej, pra në anticitet ndryshe nuk kishte mundësi. Dhe natyrisht ajo la pasoja pastaj tek ne, sidomos për faktin se te pjesa ortodokse Bibla e cila ishte në përdorim ishte në gjuhën greko-koine dhe pastaj ajo me kohë i la efektet e veta në tek populata ortodokse, pastaj vije perandoria osmane e cila na bjen edhe një religjion tjetër. Dhe në shqiptarët kalojmë në realisht dy religione, krishterizëm dhe islam, me shumë sekte të cilat ishin brenda saj. Por në këtë kohë ortodoksizmi nuk trajtohej, apo katolicizmi nuk, sepse kontradiktat ishin shumë të mëdha, nuk trajtoheshin si sekte, më shumë trajtoheshin si dy religione të kundërta, edhe pse të ndryshme, një të kundërta. Edhe pse dallimi doktrinor ishte shumë minor, po megjithatë politika bëri vetën. Zoti Tali, për të ardhur në ditët e sotme në Tiranë, unë po pres javët që ju thatë kur mund të ketë fund kjo që është nisur, por duket se javët që kanë disa edhe ndoshta mund të kalojnë në 2 shifrore. Unë them të drejtën jam dërzu, e kam mendu Edi Ramën më të mençur. Edhe ata këshilltarë që i ka për rreth më të mençur, disa që mendoj se janë këshilltarë ti, po siç po duket edhe Edi Rama është produkti i kohës, nuk mund ta tejkaloj veten. Dhe kjo është problemi me këto gjenerate, nuk është problemi me individët, njëjti kemi edhe në Kosovë. Gjeneratat ndryshojnë, individët, sado që të jenë ndryshe megjithatë, këtë kulturën e rrethit të gjeneratës sikur po i ngulfat. Prandaj gjithë këta të cilët apo gjithë ne, të cilët kemi pirë ujë në qeshmën e komunizmit, pa marrë parasysh se a jemi urbana rural, kaq më shumë nuk mund të bëjmë. Nuk mund të bëjmë momentin kur të na jepet shansi, më njëherë po shndrohemi në Skënderbega, është disa po më tërheqin vrejtën. Unë me cinizëm, po ja them se këta nuk janë Skënderbeu. Skënderbeu ka qenë i veçantë. Po këta e imitojnë, kompleksi i voglit me imitu të madhe. Si është ajo, jepi pak pushtet për ta parë se kush është. Derisa po janë opozit, po
tregohen po dëshmohen si evropian, si liberal, derisa nuk po e marrin pushtetin. Momentin kur po marrin pushtetin, pastaj rreth vetit sjellin puthadorës dhe jo bashkëpunëtor të barabartë, gjithë ata që mund të jenë të barabartë në rrugë sipër, po i eliminojnë. Pra tamam kësi autokrat që i prodhon komunizmi dhe varësisht se sa më shumë t'ju jep hapësirë, bëhen edhe aq më tepër autokrat. Bashkimi Evropian, Brukselin, deklaratën e Marta Kos në mbylljen e 3 kapitujve, ju si e komentoni? Është me protestën? Është me Ramën? Sepse ajo faktikisht Rama e ka marrë vendimin përpara protestës që ta anuloj ligjin, pra duket sikur e mori në mbrojtje, po nga ana tjetër u interpretua si tërheqje e Ramës pas protestave. Shikoni, unë ngelim pas asaj se politikanët, liderët evropian nuk do të ikin takimeve me Edi Ramën. Këtu jam i bindën. Pra, gjitha këto evenimentet, këto takimet, agenda e hartuar më parë, e cila duhet të respektohet, do të respektohet, natyrisht. Dhe aty, pra, si që ishte rasti me summitin e Ankarës, ku ka qenë presidenti Bega i thirrur, u jam absolutisht i bindën, mirë, po është imponu Rama për tregu se ai është bosi i Shqipërisë. Pra, në këto agendat ku Shqipëria duhet të marrë pjesë si shtet, e që do të imponohet Rama për shkak të fuqisë që ka në skenën politike, në qeveria është ai, l'État c'est moi, po për ndryshe do të anashkalojnë aty ku mund të anashkalojnë. Edhe këtë takimin e 14 korrikut, edhe pse e interpretuan në forma të ndryshme, unë si e lexova, ishte mes dy zjarrave. Domethënë, atë respektohet ajo agenda e cila është në fuqi deri tashti, apo e të injorohen, të anashkalohen protestuesit, apo të merren parasysh protestuesit të cilët protestën e kanë në rregull, dhe të anashkalohet shteti, në këtë rast Edi Rama, dhe kanë gjetë, si të them, në mes dy zjarreve, në mesin. Dhe të dy palët mund të interpretojnë si të duan. Pra, kjo do na kap edhe gushtin edhe shtatorin, por megjithatë, po s'ka pas nevojë, sikur Rama pranonte ta ndryshonte ligjin zgjedhor dhe t'i shpalte zgjedhjet e parakohshme, sigurisht se do dilte fitues, sepse s'pari kanë problem këta organizuesit e protestës me gjitha të problemet organizative që i pjellë secila organizat, nuk është lehtë të organizosh parti politik. Të shtunën kanë lënë edhe organizimin e konventit të parë qytetar të protestës, ndërkohë që këtë javë kryefjali ishte mbështetja nga Dua Lipa, edhe në mediat ndërkombëtare, ajo e zuri më shumë hapësirën. Po unë e kemi bisedu këtë, hiqi ata të cilët e përkrahin Ramën në Shqipëri janë pra ata të cilët janë të varur nga ai, në troje tjera në Maqedoninë, Kosovë janë zakonisht të ashtu quajturit analista që kemi bërë shumë, edhe gazetarë të cilët sponsorohen nga oligarkët e Ramës, edhe është ai fenomeni i kriptoinverizmëve të cilët nuk e kanë me Ramën, po e kanë me Partinë Socialiste, sepse ajo i asociacion me Partinë e Punës, të tjerë të gjithë jemi me protestuesit. Çdo shqiptar pa marrë parasysh pedigren, pa marrë parasysh gjeografin, janë me protestuesit. Zotali, në Kosovë
LDK-ja ne kemi diskutuar, tani ka hyrë në një proces zgjedhor, janë ndërprerë negociatat me Kurtin. Abdixiku njoftoi që për shkak se